Një avokat shqiptar dhe 2 serb të plagosur në Deçan. 3 persona mbetën të plagosur pas disa të shtënave me armë zjarri pas mesnatët të martën në rrugën Luan Haradinaj në Deçan. 3 viktimat u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal në Pejë, ndërsa i dyshuari u arrestua në vend ngjarje. Zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, tha se 2 të plagosurit janë të nacionalitetit serb dhe tjetri shqiptar. Pas mesnatës në një lokal në Deçan ka ndodhur një rast ku janë plagosur 3 persona nga një person i dyshuar. Në këtë rast ka intervenuar një zyrtar policor i cili e ka arrestuar në vendin e ngjarjes të dyshuarin dhe menjëherë ka dalë policia e Kosovës në ndihmë, teknika dhe njëkohësisht prokurori i krimeve të rënda. Personi i dyshuar është arrestuar dhe 3 persona të tjerë janë dërguar menjëherë për trajtim mjekësor dhe 2 nga të plagosurit janë të nacionalitetit serb dhe njëri është i nacionalitetit shqiptar, i cili ka qenë bashkë me ta dhe është avokat, tha Nikçi. Për këtë rast u deklarua edhe Spitali i Përgjithshëm në Pejë, ku tha se mbrëm në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë janë pranuar 3 pacientë të plagosur me armë zjarri. Pas dhënies së ndihmës së nevojshme mjekësore, 2 pacientë janë bartur për trajtim të mëtejmë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Një pacient po vazhdon trajtimin në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë dhe gjendet jashtë rrezikut për jetën.